Një 14 vjeçar ka përfunduar në prangat e policisë pasi kjo e fundit në vijim të punës për zbardhjen e vjedhjeve, identifikimin dhe kapjen e autorëve, ka arritur të zbardh 2 vjedhje të cilat kanë ndodhur gjatë orëve të fundit. I mituri dyshohet se në datën 8 prill në oborrin e spitalit rajonal të Shkodrës i ka vjedhur një 45 vjeçar i banues në Tiranë çantën e dorës ku mbante një shumë parash. Gjithashtu nga hetimet dyshohet se në datën 13 mars në bulevardin Bujar Bishanaku i ka vjedhur një 45 vjeçare e banuese në Shkodër çantën e dorës ku edhe kjo e fundit mbante një shumë parash. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar 600 euro dhe një monopatin me të cilën lëvizte 14 vjeçari, të cilat dyshohet se i kishte bler me parat e vjedhura. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë referuar materialet në prokurori ku procedua një 17 vjeçar pasi u kaptu gëdrituar një automjet pa leje. Në prokurori u referuan materialet edhe për një tjetër rast ku në afërsi të sheshit Demokracia, motomjeti që drejtoi nga një 25 vjeçar banues në Gryemir është përplasur me biçikletën që lëvizte një 32 vjeçar, ku përpasoi ky i fundit ka mbetur i plagosur. Specialistët për hetimin e krimeve proceduan një shtetas në Dajç pasi në banesë u gjet dhe sekuestruan një sasi e vogël municioni luftarak, ndërsa një tjetër shtetas në Shkodër pasi dyshohet se ka ushtruar dhumbë psikologjike ndaj bashkëshortes. Në Puku proceduan një 70 vjeçar banues në Porav, pasi në afërsitë banesës së tij ka ndezur zjarr ku janë ndjekur barishte të thata dhe nga përhapja e flakëve është përfshirë dhe një sipërfaqe pyjore. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimet mëtejshme.